Muaji tetor i njohur si tetori i rozë u mbyll në Lezhë me një thirrje të fortë për parandalimit dhe kujdes shëndetësor kundër kancerit të gjirit përmes një aktiviteti sensibilizues që bashkoi 10 qytetar në bulevardin Gjergj Fishta. Gra, vajza, nxënës dhe përfaqësues të institucioneve morën pjesë në mashtrimin simbolik duke përcjellë mesazhin e vetdijes për kontrollin e rregullt mjekësor dhe zbulimin e hershëm të sëmundjes. Shumë sëmundje të cilat janë të pakurueshme, të cilat njihen me emrin mangësios do të thosha unë. Kancer, në fakt shkenca po vërteton që në qoftë se këto arrihen që të identifikohen në fillimet e saj, e kanë fuqinë që nëpërmjet shkencës ta mundin këtë sëmundje. Për këtë arsye e gjej shumë me vend që nuk e teproj nëse them edhe në formë të lehtë protestuese, po marr shkas nga ato buria që dëgjova. Për të vetën arsye që t'i bëhet një thirrje gjithë burrave dhe grave që ky muaj është vetëm një sinjal, vetëm një shenjë për t'ju thënë rëndësinë që ka diagnostifikimi dhe rëndësinë që ka mamografia tek zonjat dhe gratë. Drejtues të Shërbimit Social të Bashkisë Lezhë dhe Shërbimit Social Shtetëror theksuan se bashkëpunimi interinstitucional është thelbësor për mbështetjen e grave të prekura dhe për rritjen e ndërgjegjësimit në çdo familje dhe komunitet. Gjatë gjithë muajit tetor, Shërbimi Social i Bashkisë Lezhë, në të gjitha njësitë administrative, me grupet e vogla grash, kemi bërë takime, i kemi sensibilizuar, duke thënë se sa e rëndësishme është që nëse ti shkon të kontrollohesh sa më shpejt, që të shpëtojsh jetën tënde dhe jetën e familjes tënde. Ky muaj nuk duhet ngel thjesht si një muaj simbolik, por do të vazhdoj të jetë një thirrje për secilit kujdeset për jetën dhe dashurinë. Dhe jo më mirë se ky muaj mund të na tregojnë secili prej nesh se parandalimi mundet të shpëtojë jetën. Prandaj bëhemi gjithë së bashku, mbështesim njëri tjetrin dhe të kujtojmë se jeta është dhurata më e çmuar se kemi. Ky aktivitet ishte pjesë e një fushate të gjatë të ndërmarrë nga Njësia Vendore Kujdesi Shëndetësor në Lezhë, e cila gjatë gjithë muajit tetor ofroi mamografi dhe kontrolle falas për gratë mbi 40 vjeç në kuadër të përpjekjeve për parandalimin e kancerit të gjirit.